Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj, ka patur një sër tezash në lidhje me arrestimin e tij në shkurt të vitit 2025. Një herë na tha se ishte rrëmbyer nga zyrat, një mashtrim i madh, pasi publikisht është parë që Erion Veliaj ka dalë nga zyra e tij në Bashkinë e Tiranës, serbes, pa pranga dhe është shoqëruar për në burg me makinë luksoze dhe jo policie, siç do të ndodhte rëndom me çdo qytetar të thjeshtë. Më pas nisi sulmi ndaj prokurorit Olz Dado, duke thënë se është në konflikt interesi dhe se nisi hetimet pasi kryebashkiaku i refuzoi shtesën mbi lejen e ndërtimit, një tjetër mashtrim pasi kanë kaluar 347 ditë dhe as Veliaj dhe as Merobaze nuk e kanë publikuar kërkesën me firmën e Olz Dados dhe as dokumentin me firmë për refuzimin e kryebashkiakut. Më pas nxori tezën e Kafazit prej xhami se nuk paraqitej në seancën në GKKO pasi e quante poshtërim, edhe ky një mashtrim të cilin i hedh poshtë vendimi i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Dokumenti i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, i publikuar nga CNA, konfirmonte qartë se vendosja e të pandehurve pas ndarjes prej xhami nuk përfshin në vetvete një element poshtërimi që arrin nivelin maksimal të ashpërsisë për të përbërë shkelje, duke e diferencuar këtë mas sigurie nga kafazet metalike. Më pas kemi parë gënjeshtrat, skemat e skenarët, përshtyerje pafundësisht të seancave gjyqësore, si nga Veliaj, ashtu edhe nga avokatët e tij të pandehur. Qëllimi i tyre nuk është që Erion Veliaj të gjykohet në Shqipëri, qëllimi i tyre është KÇKS, të kapim për në Strasburg. Pra e gjithë narrativa e tij është të kapim për ta çuar çështjen në Strasburg. Erion Veliaj e ka dosjen kapic, janë me 10 mira faqe me prova dhe fakte që kanë çuar prokurorët të ngrejnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Deri më tani, asnjë akuzë dhe asnjë provë ligjore nuk është rrëzuar nga avokatët e Veliajt. Nuk kemi dëgjuar asnjë deklaratë të thuhet se janë falsifikuar dokumentet apo provat. Gjatë kohës kemi kapur filmin KÇKS, të kapim për në Strasburg. Faktet janë aty, janë 9 akuza për korrupsion, një shpërdorim detyre, një pastrim i produkteve penale, fshehje pasurie dhe futja e sendeve të ndaluara në qeli.